Rëndësia e shërbimit. Shërbimi i njerëzve është qëllimi i profetëve. Shërbimi ndaj njerëzve është njëra prej pozitave më të larta dhe më të nderuara te Allahu i Madhëruar dhe këtë e gjejmë të theksuar në tekste të ndryshme hyjnore. Në fakt, e vërteta është se ardhja e profetëve dhe dërgimi i tyre prej Allahut të Madhëruar është në thelb forma sipërore e ndihmesës ndaj njerëzve. Këtë fakt e gjejmë të përmendur te ajete të ndryshme kuranore. Allahu i Madhëruar thot: Elif, Lam, Ra, këtë libër ta kemi zbritur ty o Muhammed, që nëpërmjet tij të nxjerrësh njerëzit prej errësirës në dritë. Ti nxjerrësh ata me lejen e Zotit të tyre në rrugën e krenarit dhe falendëruesit. Kështu pra, në këtë ajet vëmë re qartë se libri Kurani është zbritur për t'i nxjerrë njerëzit prej errësirës në dritë. Për të realizuar këtë qëllim të lartë, profetëve të Allahut u është dashur të përballen me llojet e ndryshme të vuajtjeve, të mundimit dhe të sakrificave. Qëllimi më i madh i profetëve ka qenë shërbimi ndaj njerëzve. Lidhur me këtë aspekt, Imam Khomeini, Zoti qoftë i kënaqur me të, thotë kështu: Në të vërtetë, euliatët, njerëzit e dashur të Allahut dhe profetëve kanë ardhur në këtë botë të pajisur me ndjenja dhe me dëshirën e të qenit shërbys të njerëzve. Ata ndjejnë thellë qenien e tyre se misioni i tyre në këtë botë është udhëzimi i njerëzve dhe shërbimi ndaj tyre. Kjo është arsyeja dhe çështja kryesore për të cilën janë dërguar profetët dhe për këtë arsye janë zbritur edhe librat e shenjtë. Islami ka ardhur për t'i plotësuar jetën e njerëzve dhe për t'i përmirësuar ato. Ai vjen për të plotësuar mangësitë e llojeve të ndryshme që mund të ketë njeriu, veçanërisht për të plotësuar nevojat dhe kërkesat e kategorive të shtypura dhe të poshtëruara. Ai ka ardhur për të ndihmuar kategoritë e lëna pasdore prej shoqërive njerëzore përgjatë historisë. Lidhur me këtë, Imam Khomeini, Zoti qoftë i kënaqur me të, thotë kështu: Islami ka ardhur për të ndihmuar të dobtit edhe u ka dhënë atyre përparësinë më të madhe.